E një ditë ma vonë, me ushqynë Suez Dajman, si kur s'ka ndodha gjë, atë kallëzoj kuqa, që kjo punë duhet më kry. Naim Urseli, i dyshuari kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, është deklaruar i pafajshëm sot para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë. I ftoj të akuzuarit një nga një që të deklarohen lidhur me fajsi. Po, Naim, lutëm po, i shoj mikrofonin. Unë e deklaruam i pafajshëm, dhe sa i përket aktakuzës, vetëm dua të shtoj se po të vërtetohen pretendimet e prokurorës, unë vetë për vetën time kërkoj urdim përjeshëm. Në të njëjtin rast, Kushtrim Kokalla po ashtu është deklaruar i pafajshëm, ndërsa Granit Plava ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Granit? Po, lidhur me veprat penale që u vihin në barë, deklaroheni në heshtje, nuk do një më deklaru. Në rregull, jam një ligji këtë drejt, nuk dua të deklarohen. Kushtrim Kokalla? Po, kushtrim? Deklaroheni i pafajshëm. Deklaroheni i pafajshëm. Gjatë seancës, Leutrim Sylla, avokati familjes Ademaj, tha se ky shërtem gjyqësor do t'ju japë përgjigje të gjitha dilemave të ngritura dhe do të shërbejë për të zbuluar të vërtetën e plotë, pse Liridona Ademaj u privua nga jeta në mënyrë aq dinake. Sylla theksoi se Naim Urseli duhet të japë përgjigje edhe për një pyetje që rëndon mbi të. Pse lejoi Hajnin ta vreste nënën e fëmijëve të tij? Besoj se para kësaj gjykate do t'i jepet përgjigje pyetjes së babait e Liridonës, pse Naim ti mundet të dalësh me fëmijët nga vetura e dona meti mrena. Presje. Pyetjes së fëmijëve të Liridonës. Pse babi e la Hajnin me ja bo nanës bam. Pyetjes së nanës Liridonës. Pse s'ko me pa ma Liridonën? Pyetjes Leonardit, sepse Naimi po mundet aq qetë një bërtit fëmijëve atë natë. E një ditë ma vonë, me ushqynë Suez Dajman, si kur s'ka ndodha gjë. Pik para kësaj gjykate, besoj që do të qartësohet edhe fakti se çka pat nevojë Naim Urseli me taku Kushtrim Kokallën të qendra Mirtil ditën e vrasjes. Që nga i akuzuar i Kushtrim gjatë deklaratës së dhënë nga ai, kur thot që ka qenë takim shumë i shkurt, e që sipas tij ka refuzu me bashkëpunu me Naimin për eliminimin fizik të Liridonës.
Naimi komunikon me Granitin duke I thonë se atë kallëzoj kuqa që kjo punë duhet mu kry. Kuqa? Po. Që kjo punë duhet mu kry? Pse me njëherë Naimi shkoj me taku Granitin e blenë armën bashkë. Naimi e pagoh çmimin e armës. Ja dorëzoi Granitit. Bashk shkun deri te vendi I ngjarjes. Aty u ndal për të lënë që të ndodh ajo që ndodhe. Ndërkohë, avokatja e Murselit Teuta Zhini Potoko ka kërkuar që klientit të saj t'i bëhet ekzaminimi I statusit mendor, kërkesë e cila u pranua nga trupi gjykues. Një prej kërkesave të rëndësishme të ngritura nga pala mbrojtëse dhe atë parangritjes së akt akuzës ka qenë parashtresa që I pandehuri Naim Murseli të dërgohet në ekzaminim të statusit mendor, e për cilën parashtresë nuk kemi pranuar asnjëherë përgjigje, as nga ana e prokurorisë dhe as nga ana e gjykatës. Për të mundur të vazhdohet procesimi I kësaj çështje penalo-juridike, paraprakisht duhet të kemi provë të pakontestueshme se a është në gjendje I njëjti të përcjell rrjedhën e shqyrtimeve kryesore, të kuptoj procedurën gjyqësore, të konsultohet me mbrojtësit e tij në shqyrtimet që do të mbahen në këtë çështje penalo-juridike. Andaj konsiderojmë se kur të arrihet sigurimi I kësaj prove, që buron nga konstatimi që do ta bëj grupi I ekspertëve pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, Instituti Psikiatrisë Forenzike të Kosovës dhe pas ekzaminimit të pandehurit, varësisht nga të gjeturat, të vazhdohet me procesimin e mëtutjeshëm të kësaj çështje, e cila është ngritur pranë kësaj gjykate. I nderuar trup gjykues, ky proces kërkon maturi, drejtësi dhe pamshmëri. Pala mbrojtëse nuk kërkon trajtim të veçantë, por kërkon zbatim të plotë të ligjit dhe respektimin e të drejtave themelore të pandehurit. Trupi gjykues pas këshillimit me rakvendim aprovohet propozimi I mbrojtësës të pandehurit Naim Murseli për ekzaminim psikiatrik të njëjtit, po që të dërgohet për ekzaminim psikiatrik
në IPFK, do të urdhërohet Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës që brenda 2 javë ta realizoj këtë ekzaminim. Me qenë se tani është aprovuar kërkesa e mbrojtëses për ekzaminim të banderit në em. Këtë gjë me ravendim, seanca sotin do pritet dhe e njëjta do të vazhdoj me datë 2 korrik në ora 13:10. Në seancën e radhës që do të mbahet me 2 korrik do të dëshmoj vëllai i Liridona Ademajt Leonardi.